Pas 7 vitesh në krye të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku u largua nga drejtimi i institucionit duke ia dorëzuar detyrën pasuesit të saj Enea Karakaçi. Në ceremoninë e dorëzimit të detyrës, Balluku theksoi se Karakaçi vjen në krye të ministrisë pas një karriere të gjatë në administratën publike, të nisur si specialist i thjeshtë dhe të ndërtuar gradualisht në pozicione të ndryshme përgjithësie. Enea Karakaçin e kam njohur në këtë ministri. E kam gjetur këtu për të thënë drejtën. Në dhjetor të vitit 2018, Enea është rritur në këtë ministri, ka kaluar nivelet ndryshme, duke u kthyer kështu në një provë të gjallë të zhvillimit të aseteve të administratës publike. Dhe se si vizioni Edi Ramës sot ka arritur pikërisht aty ku duhet të arrijë një administratë europiane për të nxjerrë drejtuesit politik, siç janë ministrat, nga vetë radhët e kësaj administrate. Balluku largua nga detyra si rrjedhoi një hetimi të nisur nga SPAK. Në fjalën e saj të lamtumirës, ajo tha se ka marrë vendimin personal të mos komentojë çështjet juridike dhe të lejojë drejtsinë të bëjë punën e saj. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis që hetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate. Nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta kur rrizi ma mban, më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël. Gjatë fjalës së saj, Balluku përmendi gjithashtu disa prej arritjeve kryesore gjatë periudhës së drejtimit të ministrisë, duke veçuar projekte infrastrukturore dhe zhvillimet në sektorin energjetik. Mos harroni asnjëherë që ato çka era nuk merr janë veprat, janë punët, janë ajo çka ju lini pas si një trashëgimi nga pozicioni që ju mbani. Fjalët do t'i marrë gjithmonë era, ndërkohë që veprat dhe punët do të ngelen gjithmonë aty. Në fund të fjalës së lamtumirës, Balluku falenderoi me tonë emocionale bashkëpunëtorët dhe stafin e ministrisë për mbështetjen gjatë viteve të drejtimit të saj. Ju jam mirënjohëse për të gjithë të rrugtim që kemi bërë bashkë. Falenderoj.